Instruktorat kanë qenë shumë motivues për neve, na kanë motivu gjatë tërë kohës edhe jena shumë krenar që jena sot këto përballë jush. Ka një frymëzim se keni zgjedhur uniformën? Kom pas ëndër prej fëminis që mi shërbat dheut me qenë brenda kësaj uniforme. Përshëndetje, unë jam rekrut Bateria Hiri. Dita e sotme domethënë është shumë ndjenje veçantë për arsye që e kena zgjedh profesionin ma fisnik, e kena zgjedh uniformën, e domethënë Forcës Sigurisë të Kosovës, pra është një ndjenjë shumë e pa përshkrueshme me fjalë. Ç'është kanë këtu në javë për juve? Këto në një javë, muj me thonë që janë kanë sfiduese, përsa janë kanë sfiduese, janë kanë edhe shumë të mira. Për arsye që kena mësu shumë sene se kalimi prej jetës civile në jetë ushtarake nuk është as pak e lehtë. Pse nuk është as pak e lehtë, se na si tri do me thonë kena mësu shumë sene për mbijetesë, kena mësu për sene që në jeta civile nuk t'i mësën. Po për një stafit profesionist që i kena pas do me thonë sëbë, ja kena dalë shumë mirë. Që shënë e frymëzu për nga zgjedhja uniformën e kësikës? Frymëzimi jam kryesisht fillon prej familjes, unë vi për një familje, do me thonë unë vetë emnin e kam dëshmorit, do me thonë që kjo është frymëzimi kryesor jami, po edhe atë dhejo do me thonë është do të mi shërby gjithmonë. Them drejten, nuk është që ka menduar ashtu, po çdo ëndër fillon me një synim. Synimi jonë është mbrojtja e dhejut. Nëse jemi vetë se vendimtar për mbrojtjen e dhejut, atëherë besoj që arrihet gjithçka. Emocionet janë shumë të papërshkrueshme, me veti me pas vllavin ushtar është ndryshe nga të tjerë. Me pa Kosovën që pëmbronaj, se gjyshit në mami kej ka nik prej Sërbëve, e sot kena një djallë që ajpi për krah krejtve dhe ka me mbrojt Kosovën derisa të vdes. Shumë e simbole. Po. Mendon që do të kemi ndjek rrugën e vllavës? Mendoj deri në fund, kam më mundu edhe unë si aj, me mendu edhe me i bo krenar këtë familjen. Sot patëm fatin të prezentoj në ceremoninë e diplomimit të vajzës sonë në Forcën e Sigurisë Kosovës, për cilin jemi shumë krenar, që ka qenë motivuar që nga mosha e pjekurisë që të shërbej si ushtare për mbrojtjen e atë dhejot. Kur ju tregoj Fatjona që ka dëshirë të bëhet pjesë e Forcës të Kosovës, si reaguat ju? Ne kemi qenë vazhdimisht motivuar që dikush të shërbej përveç në mbrojtje të atë dhejot, kështu që e kemi përkrahur dhe do ta përkrahojmë në vazhdimsi.